Po shqyqeni, është o problem se kur nuk formohet qeveria, su kus është shpia e robit, pas zot shpia. O problem vjen dikush bën thirr nderë të borë, pyet në punë madhore, nuk ka kush më përgjegjë se ka kush autoritetin të cilën ja ka dhënë qytetari, ne kemi dhënë një lloj autoriteti të formohet qeveria, të shkohet përpara, por këta pushtetarët po dojnë me bën një problem. Po dojnë me bë problem dhe nuk po dojnë me formu sa duhet institucionet të cilat na nevojitin edhe mos të domosdoshme për të mirën e qytetarëve. Ai s'po flet me kërkon, na s'pe dim hala mendimin ai kur kur fal informatë. Ty s'ka dhënë informatë edhe nëse e ke pyet, edhe na nuk dim, s'mujmë me fut psikologikisht në trunin e tina. Po kjo po thomë na s'po dim, ajo është dashur diçka me fol para gazetarëve për më mujt na me analizu bisedën e tina dhe mendimin e tij. Mos formimi i organeve qeveritare, udhëheqja për parlamentarit dhe qeverisë është në degradim për popullatën dhe shtetin e Kosovës dhe ata që e kanë votuar. Vetë në këta të rritë pak, do ma të rritë që janë. Ata mëjnë me lezu ma shumë, me ditë ma shumë. Pa qëfar mirëja, përse që s'po kryhet kur farë pune. Ma mirë më morë vesh. Edhe në familje, kur mirën vezhinja, ma mirë, se jo në shtetë. Po ko me ndikuher dhe kur do dhe në kryet tyne. Edhe ata dikur kanë mira peshman që po shkojnë një natë në krejtë. Nuk kam komend për Kurtën. S'poj me thonë kur gjë për thamë.